Parti e themeluar nga studentët e dhjetorit. Parti e idealeve të dhjetorit. Parti e cila është e dyta dhe vetme në të gjithë hapësirën ish komuniste që u mbjetoi tallazeve dhe gjithë përpjekjeve për ta zhdukur dhe mblidhet sot këtu. E betuar si kur më parë për të rikthyer edhe një herë në pjedestal idealet e larta të lëvizjes dhjetorit, lirinë e shqiptarëve, votën e lirë, dinjitetin e tyre, familjen shqiptare, interesin kombëtar të shqiptarëve. Ky mision ka të bëjë me shpëtimin apo shuarin e kombit tonë. Ky mision ka të bëjë me shpëtimin apo shkatrimin e familjes tonë. Ky mision ka të bëjë me zhvillimin, shpëtimin e Shqipërisë apo rënimin e saj. Ky mision ka të bëjë me tartën e shqiptarëve apo zhdukjen e tyre. Midis të gjitha këtyre, çdo demokrat, çdo opozitar, çdo shqiptar zgjedh të ngrihet në lartësinë e idealeve të dhjetorit. Koha nuk pret. Çdo orë, çdo ditë që shkon, jemi të vënuar, qytetarë dhe qytetarë shqiptar. Ky shesh, kombi, pret nga ne të mos e lëshojmë, ta zëmë njëre mirë, ta mbajmë gjërë fitore. Edi Rama, armik i egër, i lirive të shqiptarve,